Policia Shkodrës ka arrestuar 2 të rinj, ndërkohë 5 të mitur janë vënë në hetim në lidhje me përplasjen fizike që ndodhi pak metra larg gjimnazit Shejnazi Juka në qytetin Verior. Sipas bluve, në pranga kanë përfunduar 24 vjeçari Klevin Thepi dhe Doronesto Kudha 19 vjeç. Sipas burimeve, 2 të arrestuarit kanë qenë persona që kanë nisur konfliktin, madje autori dyshuar i plagosjes së 3 fisht dyshohet të jetë 24 vjeçari Thepi. Ndërkohë 5 të miturit të vënë në hetim janë nga mosha 16 deri në 17 vjeç. Ende nuk dihet arsyeja e sherrit mes adoleshentëve, por sipas policisë ngjarja ka ndodhur për motive banale. Siç duket nga pamjet, grupi të rinjve përplasin me një grup tjetër mbi 10 persona, të cilët i kanë rrethuar dhe i kanë goditur duke përdorur dhe mjete prerëse. Si pasojë e këtij konflikti, 3 të rinj, mes tyre 2 vëllezër, kanë mbetur të plagosur. Ata janë transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku morën ndihmën e parë.